Aksidenti tragjik që i mori jetën 16 vjeçarit shqiptar në Greqi, shoku i klasës zbulon detajet. Nuk ishte hera e parë që nëna e 15 vjeçarit, i cili është identifikuar si shoferi makinës që u aksidentua në Greqi, ku ndroi jetë edhe 16 vjeçari shqiptar Elion Metaj, mohoi që djali i saj të ketë qenë duke drejtuar automjetin në momentin e aksidentit, ndërsa nga ana tjetër shoku i klasës së 15 vjeçarit ka hedhur poshtë versionin e saj duke zbuluar se ky nuk ishte rasti i parë që shoku i tij i klasës e kishte marrë makinën e mamas pa lejen e saj. Në aksidentin fatal në Loca, që i mori jetën një 16 vjeçari shqiptar dhe u plagosën 2 bashkëmoshatarët e tij, shumë pyetje mbeten ende pa përgjigje. Sipas shokut të klasës, 15 vjeçari kishte mësuar të ngjiste makinën nga babai i tij dhe sipas tij nuk ishte hera e parë që ai kishte marrë makinën. E kishin bërë edhe më parë. Mamaja e tij nuk e dinte sepse ajo ishte në punë. Makinën ja kishte mësuar jati, tregon shoku i klasës së 15 vjeçarit. Nëna e 15 vjeçarit që po drejtonte makinën nga ana tjetër deklaroi se djali i saj nuk dinte të ngjiste makinën dhe se shoku i tij kishte thënë të merrte çelsat e makinës. Tani është në shok. Mami, shoku im, çfarë bëra? Tregon ajo. Prindrit e 15 vjeçarit shprehën shqetësimin dhe tronditjen e tyre për ngjarjen, duke theksuar se djali i tyre ishte i shokuar dhe po përpiqej të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Aksidenti ndodhi të premte në 13 shkurt në Loca, në kryqëzimin e rrugëve Dimokratis dhe Sotiros. Sipas hetimeve, njëri nga të miturit kishte marrë fshehurazi çelsat rezervë të makinës së nënës së tij dhe duke drejtuar me shpejtësi të madhe humbi kontrollin e automjetit dhe përplasi makinën me një pemë.